Coach Kërshëllon, very intense game, very equalized game. It was tough, it was dramatic, however. Very simple. We played against a team who is maybe individually in top 2 teams in the league, no doubt, and we knew we have to have good energy and on defensive part of the job that we are doing well. I'm happy because this is important win, especially after a couple of wins that we made in previous week or so. And this will be another push for us to grow, because I think this team, this group of people that I'm coaching they want to improve every day, and that's the most important, regardless winning or losing, that we have a goal to grow every single day. You had 2 injured players, Zekic and Mekic. What's their status? And Kurta as well. They are recovering day by day, and we always talk about group, we always talk about team, and this is, I think, the biggest force for Bora, and we will continue maintaining that. Thank you very much, congrats. Thank you. Shumë shpejt po e përkthej ato që thot trajneri Zoran Kërshëlloni. Ka qenë ndeshje dramatike, ndeshje shumë e afër e luftuar. Në fund kanë arritur të fitojnë, cili ka qenë Chelsea i fitores Borës. Tha energjia të cilën e patëm, mënyra se si kemi luajtur në mbrojtje, kemi mbyllur koshin, dhe definitivisht ana e kemi ditur se Prishtina ka individ të mirë, lojtar individualisht më të fuqishëm se ne, dhe ajo që kemi bërë sonte është që i kemi mbyllur ata lojtar, sipas Kërshëllonit, një prej top 2 skuadra me lojtar individual. Mirë po e kemi ditur që duhet të punojmë si grup dhe të luftojmë të bashkuar, dhe këtë e kemi arritur duke i falenduar edhe kërcimeve. Për neve ka qenë një fitore shumë e rëndësishme pas disa fitoreve rresht, që edhe këtë ndeshje sonte të fitojmë në përpjekje dhe synime tona. I pyetur për mungesën e 2 lojtarëve, Mekicit dhe Zeqirit, ashtu edhe Kurta është i lënduar, pra 3 lojtarë të lënduar. Tha megjithatë ne jemi grup dhe jemi ekip i cili punon dhe kështu do të vazhdojmë. Ishin fjalët e trajnerit Kërshëlloni, i cili pra nuk e fshehu gëzimin e tij për fitoren e 2-3 të Borës ndaj Sigal Prishtinës në përballjet direkte.